Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia organizoi sot aktivitetin sportiv gara me biçikleta në stadiumin Loro Boriçi, ku morën pjesë fëmijë të kopshteve publike dhe jo publike të Bashkisë Shkodër. Orieta Kelaj, drejtore e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, tregoi se në këtë aktivitet morën pjesë mbi 140 fëmijë nga 32 kopshte të qytetit. Ajo theksoi se qëllimi kryesor i garës është afrimi i fëmijëve me sportin. Një aktivitet i përvitshëm i Qendrës Kulturore të Fëmijëve sot ka bashk 140 fëmijë të kopshteve publike dhe jo publike që përfshin Bashkia Shkodër dhe një numër relativisht më i lartë se i viteve të kaluara. Kemi 32 kopshte që janë përfshirë në këtë veprimtari sportive. Qëllimi i kësaj gare është të afrojë fëmijët tek pranë sportit, pranë aktivitetit fizik, pse jo edhe konkurrenca gara e ndershme fillon qysh në vogli. Vit pas viti është traditë tashmë e Qendrës Kulturore që i ban bashkë fëmijët e kopshteve të Shkodrës. Fëmijët e vegjël ndan emocionet e tyre për këtë eksperiencë, duke treguar entuziazmin dhe kënaqësinë që morën nga pjesëmarrja në garë. Unë kam shku në herë plazë me biçikletë, kam qenë me zito, kam shku në shtëpi, kam furë atje me shokun tim. Sa biçikleta ke? 5 biçikleta kam. Pëlqen me bagare më kënë edhe herën tjetër këto kam dhënë vendin e dytë. Unë jam shumë e kënaqur që jam këtu me shoqet. Më pëlqen shumë biçikleta. Jam 5 vjet, kam për 8 vjet e kam shumë. Po, më pëlqen shumë. Më pëlqen me bagare mu. Ky aktivitet është tashmë një traditë e bukur e Qendrës Kulturore Kujtim Alia, që synon të nxjerrë në parëndësinë e sportit dhe lojës në edukimin e fëmijëve.